Zbulohet lëngu sekret që forcon trurin dhe kujtesën, ja si ta përgatisni. Me kalimin e moshës, ekspertët vunë re një rënje të fortë të aftësive të rënjes së të nxënjit. Sipas të dhënave, rreth 40% e njerëzve mbi moshën 65 vjeçare vuajnë nga problemet me kujtesën të nxitura nga mosha. Ekspertët nuk përjashtojnë rolin e faktorëve genetik, ushqyerjen dhe aktivitetin fizik në humbjen e kujtesës. Megjithatë, ata nënvizojnë se mosha është një kontribues kryesor i njeriut dhe njeriu ka të drejta në fjalës tek pilakja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por ama ai ka rolin kryesor në vendimarrje kur bëhet fjala për aktivitetin fizik dhe ushqyerjen e shëndetshme. Kjo e fundit është shumë e thjeshtë. Mjafton që njeriu të ketë vullnet dhe të përzjedhë ushqime të duhura, peshk, yndyra të shëndetshme, perime dhe fruta. Një nga frutat më të mira për shëndetin e trurit dhe të gjithë organizmit është shega. Ky frut dhe lëngu i tij është jashtëzakonisht i pasur me antioksidantë të cilët shërbejnë si mburojë për trurin. Të dhënat sipas Healthline konfirmojnë se një gotë me lëng shege ka 3 herë më shumë antioksidantë se çaji i jeshil. Përmbajtja e antioksidantëve është e lartë kur lëngu është marrë nga fruti i plot, pra me gjithë lëkurë. Por cili është roli i antioksidantëve tek shëndeti i trurit? Të dhëna shkencore thonë se antioksidantët parandalojnë radikale të lira të shkatrojnë qelizat e trurit. Truri është i lidhur direkt me zemrën dhe lëngu i shegës bashkë me antioksidantët mbrojnë dy organet më efikase të plota. Njerëzit e moshuar që kanë një shëndet të mirë kardiovaskular kanë një kujtesë më të fortë dhe kjo ndodh kur truri është në varësi të sistemit kardiovaskular. Një artikull i publikuar në revistën Neurology of Disease shpjegoi se lëngu i shegës ulë riskun e Alzheimerit dhe problemeve të ngjashme. Kjo gjë ndodh si roli i antioksidantëve që ofron shega. Një tjetër aspekt mirëbërës i shegës është glukoza, të cilën truri e përdor për energji, më shumë se çdo ushqim tjetër. Kësaj dhe ju e pini lëngun e shegës që në mëngjes dhe truri juaj do të marrë energjinë e nevojshme për një ditë të mbarë dhe të shëndetshme. Përveç këtij lëngu, në dietën tuaj duhet të shtoni edhe peshkun. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti edhe për trurin. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura me vitamina B dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Gjithashtu arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave kanë ndikime pozitive. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminos, të cilat njihen për funksionet e tyre kuruese. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë manat, manaferat blu dhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Cherry, kjo është një përzierje e elementëve ushqyes të cilat janë piperi i zi, kanella, speci djegës dhe bimët të tjera të cilat përveç se ndikojnë në shëndetin e trurit, njihen si element kurues ndaj diabetit, sëmundjeve të sistemit kardiovaskular. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikur i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesemi që kjo gjë të shtyhet sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtohen se kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është përbërje e kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, por më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Çaji. Bëni mirë që të mos harroni edhe përfshirjen e çajit në dietën tuaj. Çaji i zi ose ai me kafeinë të vogël është shumë i pasur me katekin, i cili është përbërës antioksidues që ndihmon në mbajtjen në formë të trurit. Drithrat gjithashtu janë në një mundësi e shtuar për dietën tuaj. Në këtë kategori të ushqimeve përfaqësuesi me NZ janë kruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dietike, janë po ashtu të mira në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana e tyre ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit. Sa më në moshë jeni, aq më shumë rekomandohen këto ushqime, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në aspektin e shëndetit të trurit.
Ndikimi të ushqyerit shëndetshëm përgjithsisht te trupi i njeriut nuk është sekret te disa ushqime dhe lëndushqyese të cilat i ofrojnë organeve tona gjithçka që u nevojitet për funksionin e tyre pa problem. Këto janë disa nga ushqimet që ndikojnë te truri i njeriut si dhe kanë ndikime në aftësinë e kujtesës sipas Brightside. Frutat e thata. Ara dhe llojet e tjera të frutave të thata përmbajnë yndyra të shëndetshme dhe acide yndyrore të pangopura. Këto mund të kenë efekte pozitive në trurin e njeriut. Megjithatë, për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive, nuk rekomandohet konsumi i tepërt i këtyre frutave. 13 gram në ditë është doza e rekomanduar. Çokolata e zezë. Një çokoladë e zezë gjatë studimeve është një truk i vjetër i universitetit që shumë njerëz e përdorin për disa arsye. Çokolata me një përqindje të lartë të kakaos përmirëson qarkullimin e gjakut, ul nivelin e stresit dhe stimulon rrjedhjen e gjakut në tru. Prandaj rekomandohet për njerëzit me nervozizëm, truri të cilëve punon shumë për shkak të kësaj ndjenje. Një studim i kryer tregoi se njerëzit që konsumojnë çokoladë të zezë të paktën një herë në javë kanë rezultate të mira në testet e aftësive njohëse dhe një studim i publikuar në revistën Apetit mori pjesë rreth 968 persona të moshës nga 23 deri në 98 vjeç. Shkencëtarët besojnë se konsumi i rregullt i kakaos mund të jetë një nga disa faktorët që shpjegojnë efektet pozitive të çokoladës së zezë në funksionet e trurit. Salmoni. Salmoni përmban një përqindje të lartë të yndyrnave të mira të dobishme si dhe vitaminës D. Një porcion i këtyre ushqimeve do të sigurojë deri në 80% të sasive të rekomanduar ditore të kësaj lëndë ushqyese. Përveç kësaj, salmoni është një burim i shkëlqyer i omegës 3 dhe acideve të tjera yndyrore, të cilat ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Ulluntimet kanë treguar se acidet yndyrore omega 3 kanë aftësi të shkëlqyera në zgjidhjen e problemeve si ankthi dhe depresioni, gjë që i bën ato lëndushqyese shumë të dobishme për trurin. Boronica. Përveç të përmirësimit të shikimit, boronica rinovon lëkurën, ul sheqerin dhe forcon kockat. Ato ruajnë përqendrimin dhe forcën e trurit. Boronicat përmbajnë një sasi të madhe të vitaminave, mineraleve dhe elementeve gjurmë. Përveç kësaj janë një element thesar i natyrshëm i antioksidantëve, prandaj mund të quhen padyshim eleksiri i shëndetit dhe rinisë. Brokoli. Brokoli është i pasur me vitaminën K, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme në funksionin e trurit dhe ka aftësi njohëse. Përveç kësaj përmban acid folik, natrium dhe kolin, të cilët kanë efekte pozitive në kujtesë. Në të njëjtën kohë, brokoli ka efekte të mira në sistemin kardiovaskular, imunitar, kardiovaskular dhe atë tretës. Sa më mirë të pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, aq më pak probleme do të keni me shëndetin e trurit tuaj. Truri është një nga organet më të ndjeshme të rëndësishme të trupit. Pavarësisht nga rëndësia e tij, shumë nga zakonet tona të përditshme dhe dieta mund të dëmtojë këtë organ të veçantë. Një nga faktorët kryesorë që ndikojnë negativisht në shëndetin e trurit janë ushqimet që konsumojmë. Disa ushqime të pasura me përbërës që dëmtojnë trurin mund të përkeqësojnë kujtesën. Aftësia për të mësuar çon në sëmundje neurodegenerative afatgjata. Sheqeri. Një nga kërkimet më të mëdha ndaj trurit është konsumi i tepërt i sheqerit. Konsumi i ushqimeve të shijshme por edhe i dëmshme shkakton ndryshime në trurin tuaj duke ndikuar në nivelin e neurotransmetuesve që përfshihen në kujtesën e mesme. Sheqeri i rafinuar si ai që gjendet te pijet e gazuar dhe ushqimet e shpejta mund të nxjisë inflamacionet e trurit dhe një fenomen i lidhur me zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe Parkinsonit. Përveç kësaj, sheqeri mund të ndikojë negativisht në balancën e niveleve të energjisë dhe të ndikojë në aftësinë e trupit, në përqendrim, madje edhe për të marrë vendime të mençura. Yndyrna të ngopura. Ndër ushqimet që janë më të dëmshme të trurit janë ato të pasura me yndyrna të ngopura, të cilat zakonisht gjenden te mishi i kuq i përpunuar, djathi dhe ushqimet e shpejta. Kjo lloj yndyre mund të ndryhë në komunikimin e qelizave të trurit dhe të rrisë riskun e zhvillimit të problemeve të kujtesës dhe mësimit. Konsumi i tepërt i këtyre yndyrnave është gjithashtu i lidhur me rritjen e inflamacionit në tru, një faktor kyç në shfaqjen e sëmundjeve neurodegenerative. Kripa, efekti dëmshëm i tensionit të gjakut, është edhe të truri, është një përbërës kripa që mund të dëmtojë shëndetin e trurit. Ushqimet e pasur me natrium si sallamra dhe ushqimet e konservuara mund të rrisin tensionin e gjakut. Ky tension i lartë mund të shkaktojë dëmtime të enëve të gjakut dhe të ndikojë në furnizimin me oksigjen në tru, duke ndikuar kështu në funksionet tuaja njohëse. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësoj, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.